Zbulohet shkaku pse fëmijët dalin me autizëm. Shikoje deri në fund këtë video para se të jetë tepër vonë. Në vitet e fundit është folur shumë për autizmin, një çrregullim që prek gjithnjë e më shumë fëmijë në të gjithë botën. Shumë prindër janë të shqetësuar dhe bëjnë pyetjen: pse ndodh? Çfarë shkakton autizmin? Një nga temat më të diskutuara ka qenë përdorimi i paracetamolit gjatë shtatzënisë. Shumë studime kanë ngritur dyshime se ky ilaç, i përdorur shpesh për temperaturë ose dhimbje, mund të ketë një lidhje me rritjen e rasteve të autizmit tek fëmijët. Por a është kjo e vërtet? Le ta shpjegojmë qartë, hap pas hapi. Çfarë është paracetamoli dhe pse përdoret? Si ndikon te bebi? Paracetamoli, si e çdo ilaç që futet në trupin e nënës, nuk betet vetëm aty. Ai kalon përmes placentës duke arritur direkt tek organizmi i vogël që po formohet. Ky fakt është i rëndësishëm sepse truri i një fëmije në bark është jashtëzakonisht i ndjeshëm dhe ndodhet në një fazë ku çdo ndikim, qoftë edhe i vogël, mund të ndryshojë rrugtimin e zhvillimit të tij. Shkencëtarët kanë vërejtur se ekspozimi i shpeshtë ndaj paracetamolit prish ekuilibrin natyral që bebi ka nevojë për të rritur i shëndetshëm. Studimet sugjerojnë se ky ilaç mund të ndërhyjë në mënyrën se si qelizat nervore krijojnë lidhje mes tyre. Pra, nuk është thjesht një problem momental, por një ndikim që mund të lërë gjurmë të përhershme në sistemin nervor. Për shembull, fëmijët që ekspozohen shpesh ndaj paracetamolit në barkun e nënës kanë treguar shenja më të larta të vonesave, në të folur dhe sjellje hiperaktive. Kjo është arsyeja pse gjithnjë e më shumë ekspert kërkojnë kujdes maksimal me përdorimin e tij gjatë shtatzënisë. Një tjetër pikë e rëndësishme është se truri i fëmijës është i varur nga hormonet e nënës për të zhvilluar siç duhet. Nëse balanca hormonale prishet nga përdorimi i ilaçeve, procesi delikat i formimit të trurit nuk ecën më sipas natyrës. Pikërisht këtu lind dyshimi se paracetamoli mund të ketë një rol në shfaqjen e autizmit ose çrregullimeve të tjera të ngjashme. Edhe pse shkenca nuk ka ende një përgjigje përfundimtare, fakti që ky rrezik ekziston duhet na bëjë të reflektojmë. Një shembull që shpesh përmendet është rasti i një nëne në Amerikë, e cila gjatë shtatzënisë përdorte shpesh paracetamol për dhimbje koke. Pas lindjes, fëmia e saj filloi të tregonte shenja të volesës në komunikim dhe mjekët e orientuan drejt një diagnoze të spektrit autik. Edhe pse askush nuk mund të thotë me siguri absolute se shkaku ishte ilaçi, ngjashmëritë e rasteve të tjera bën që studiuesit të hapnin më shumë syt. Ky është një paralajmërim i qartë që përdorimi i tepruar nuk duhet marrë lehtë. Në fund, mesazhi është i thjeshtë. Edhe pse paracetamoli duket si një ilaç i pafajshëm, tek bebet që janë ende në zhvillim, ai mund të sjellë pasoja të mëdha. Ky fakt duhet të na bëjë më të ndërgjegjshëm për vendimet që marrim gjatë shtatzënisë. Një veprim i vogël sot mund të ndikojë tek jeta e fëmijës nesër. Çfarë duhet të bëjnë nënat shtatzëna? Hapi i parë dhe më i rëndësishëm është i thjeshtë: mos merrni ilaçe pa këshillën e mjekut. Shumë gra e shohin paracetamolin si diçka të zakonshme që mund ta konsumojnë pa problem, por e vërteta është se çdo tabletë marrë gjatë shtatzënisë ka pesh. Edhe kur dhimbja duket e padëmshme, duhet menduar 2 herë para se të futet një ilaç në trup. Ky kujdes nuk është vetëm për nënën, por mbi të gjitha për jetën që po rritet brenda saj. Shumë dhimbje koke, sidomos gjatë shtatzënisë, nuk lidhen gjithmonë me sëmundje. Ato shpesh vijnë nga lodhja, stresi, mungesa i gjumit apo dehidratimi. Në këto raste, pushimi i mjaftueshëm, një botë uji i freskët apo një shëtitje e qetë mund të bëjnë mrekulli pa qenë nevoja për ilaçe. Ky është një zakon që duhet të futet në mendjen e çdo nëne. Fillimisht, provo metodat natyrale, ilaçin lëre si zgjidhje të fundit. Një tjetër këshill është të kërkoni ndihmën e mjekut sa herë që një dhimbje përsëritet shpesh. Ndonjëherë, dhimbja është shenjë e një problemi tjetër, si tensioni i ulët apo i lartë, që mund të rregullohet me mënyra të tjera. Vetë mjekimi është rreziku më i madh, sepse e bën nënën të mendojë se gjithçka është nën kontroll, kur në fakt nuk është. Një histori që tregohet shpesh është ajo e një gruaje në Itali, e cila gjatë muajve të fundit të shtatzënisë kishte dhimbje të forta shpine. Ajo merrte paracetamol pothuajse çdo ditë, duke menduar se ishte ilaçi më i sigurt.
por kur fëmia lindi, mjekët vënë re vonesa në zhvillimin e tij. Edhe pse nuk mund të thuhet me siguri se vetëm paracetamoli ishte shkaku, kjo ngjarje shërben si paralajmërim se abuzimi me ilaçet kurrë nuk është i pafajshëm. Mesazhi përfundimtar është ky: nëse dhimbja është e lehtë, duroni dhe gjeni metoda natyrale. Nëse është e fortë, konsultohuni me mjekun dhe përdorni ilaçin vetëm sa është e nevojshme. Shëndeti i bebes është më i rëndësishëm se çdo rehat i momentit të nënës. Ky është sakrificë që çdo prind është i gatshëm ta bëjë për të mirën e fëmijës së vet. Përfundim. Deri tani, shkenca nuk ka një përgjigje të prerë. Nuk mund të themi me 100% siguri që paracetamoli është shkaktari kryesor i autizmit. Megjithatë, lidhja e zbuluar nga studimet është e fortë dhe nuk mund ta nënshkalohet. Kjo do të thotë që çdo nënë duhet të jetë e kujdesshme dhe të peshojë çdo vendim me kujdes të madh. Nuk ka vend për shpërfillje kur bëhet fjalë për një jetë të re që po formohet. Shumë njerëz pyesin, po pse lejohet ende të përdoret, nëse ka rrezik? Përgjigjja është se një përdorim i rrallë në situata të domosdoshme nuk është problem. Rreziku vjen kur përdoret shpesh, për muaj me radhë, pa menduar pasojat. Ktu fshihet dallimi i madh që shpesh injorohet nga nënat. Një shembull i fortë është tregimi i një familje nga Gjermania, e cila rrëfeu se gjatë shtatzënisë, nëna kishte përdorur paracetamol pothuajse çdo javë për dhimbje koke. Pas disa vitësh, fëmia i tyre u diagnostikua me autizëm. Edhe pse nuk ka prova të drejtpërdrejta që lidhin ilaçin me këtë diagnozë, ata vetë ndihen fajtor që nuk treguan kujdes. Historia i tyre është bërë shpesh shembull në konferenca mjekësore për të treguar se kujdesi gjatë shtatzënisë nuk është kurrë i tepërt. Përfundimi që del nga të gjitha këto raste është ky: nuk duhet të presim derisa shkenca të jap një po ose jo absolute. Kujdesi dhe ndërgjegjësimi sot janë mënyra më e mirë për të mbrojtur shëndetin e fëmijës nesër. Nëse ka edhe një dyshim të vogël që një ilaç mund të dëmtojë, më mirë shmangja se sa pendimi i vonuar. Mesazhi i fundit për prindrit është i thjeshtë: përdoreni paracetamolin vetëm kur është e domosdoshme, gjithmonë me këshillën e mjekut. Një përdorim i rrallë nuk është problem, por abuzimi është një rrezik që nuk ja vlen ta merrni. Gjeta e një fëmie është shumë e çmuar se çdo ilaç që mund të japë rehat për një dhimbje të përkohshme.